Iniciativa e Megatech tek çmimet e përgjegjësisë sociale të korporatës quhet Olimpiada e Aftësive Profesionale, me fokus mbështetjen e arsimit profesional përmes bashkëpunimit me biznesin, qeverinë dhe organizatat ndërkombëtare. Në Megatech janë punësuar një numër i konsiderueshëm punonjësish, të cilët vijnë nga arsimi i mesëm dhe i lartë profesional. Më konkretisht, rreth 48% e stafit të kompanisë përbëhet nga punonjës të cilët kanë përfunduar shkollën e mesme profesionale. Disa nga problematikat që ky projekt synon të zgjidhë janë vështirësia për gjetjen e punonjësve të kualifikuar, mungesa e interesit për të ndjekur arsimin e mesëm profesional, mungesa e bashkëpunimit mes shkollave dhe biznesit, si dhe mungesa e bazës materiale në shkollat e mesme profesionale. Ky është padyshim projekti më i madh në Shqipëri, i cili bashkon biznesin, qeverinë dhe organizatat jo fitimtruese në një iniciativë të përbashkët që mbështet arsimin profesional në Shqipëri. Olimpiada e Aftësive Profesionale është një konkurs në nivel kombëtar i organizuar me të gjitha shkollat e mesme profesionale të Shqipërisë për drejtimet, ndërtim, elektroteknik, bujqësi, termohidraulik, përpunim druri. Gjatë 3 viteve të organizimit të Olimpiadës, rreth 800 nxënës kanë marrë trajnime profesionale dhe më pas kanë konkuruar për të fituar çmimin e madh. 45.000 euro i janë akorduar shkollave fituese për të pasuruar laboratorët me materialet e nevojshme për mësimdhënie në dobi të nxënësve që studiojnë në to. Kjo iniciativë merr shtys nga hendeku që ekziston mes nevojave të tregut për teknikë dhe specialistë me arsim profesional. Olimpiada synon përgatitjen praktike të profesionistëve të ardhshëm dhe përditësimin e tyre me teknologjitë e fundit të tregut botëror. 24 shkolla të mesme profesionale nga të gjithë qytetet e Shqipërisë përfshihen çdo vit në këtë projekt. Gjatë 3 viteve të fundit, mbi 4.000 nxënës kanë patur mundësinë të marrin pjesë në të. Por të siguruar që nxënësit dhe instruktorët e këtyre shkollave të njihen me zhvillimin e fundit të teknologjisë në tregun botëror, ne sjellim specialistë nga kompanitë më të suksesshme të tregut botëror që ofrojnë trajnime profesionale si pjesë e këtij projekti. Përgjegjësia sociale e korporatës është në vetvete një iniciativë jo shumë e njohur dhe e kuptuar nga publiku apo bota e biznesit në Shqipëri. Si i tillë, një ndër vështirësitë ka qenë përballja me skepticizëm e aktorëve që duhet të luajnë një rol kryesor në iniciativë të tilla, por edhe për të kuptuar nga çdo qelisë përbërëse e kompanive që vendosin të ndërmarrin aktivitete të tilla siç është Megatech. Shpesh përgjegjësia sociale e korporatave në vendin tonë kuptohet si aktivitet që ndërmerret nga kompanitë e huaja që operojnë në vend. Dhe për këtë arsye, ne jemi kënaqur që jemi ndër kompanitë e para shqiptare të angazhuar qysh në fillesat tona për të qenë në krye të zhvillimit jo vetëm të biznesit, por edhe të zhvillimeve të cilat sjellin përmirësim te komuniteti ku ne bëjmë pjesë, madje edhe më gjerë. Olimpiada e Aftësive Profesionale është një nga iniciativat e Megatech në kuadër të përgjegjshmërisë sociale të korporatës. Zhvillimi ekonomik i vendit dhe kërkesat e reja që kërkon zhvillimi teknologjik bëjnë të domosdoshme rritjen e bashkëpunimit ndërmjet bizneseve dhe shkollave profesionale. Kjo do t'ju shërbejë jo vetëm shkollave profesionale për të njohur në kohë reale në të rejat e teknologjisë sipas profileve që ofrojnë, por edhe bizneseve që të orientohen drejt punonjësve të kualifikuar. Megatech ka investuar në zhvillimin e këtij hendeku përmes bashkëpunimit të vazhduar me arsimin profesional dhe Olimpiadës së Aftësive Profesionale të organizuar nga Megatech. Të gjithë pjesëmarrësit në konkurs pajisen me certifikat pjesëmarrje dhe regjistrohen me kartën e profesionistit, e cila aktivizohet në momentin e diplomimit, duke i bërë ata përfitues të trajtimit si klient profesionist me ulje të veçantë. Gjatë 3 muajit të parë të vitit 2014, kishim një rritje të përqindjes së të punësuarve me 14%. Për muajt në vijim, parashikohet një rritje 30% e të punësuarve për shkak të shtimit të shërbimeve dhe hapjes së departamenteve të reja, të cilat do t'i shtojnë vlerat Megatech.